Pas themelimit të shtetit shqiptar në vitin 1912, Ismail Qemali, krijuesi dhe themeluesi i shtetit shqiptar, objektiv kryesor të dytë, sikurse ka thënë, kishte krijimin e një banke qendrore. Kjo përpjekje e Ismail Qemalit mbeti në tentativ për arsyet e kohës dhe pas Kongresit të Lushnjës në vitin 1920, përpjekjet e patriotëve dhe parlamentit shqiptar u intensifikuan për të krijuar një bankë qendrore të shtetit shqiptar. Lindja e institucioneve shqiptare ka kaluar në një rrugë të vështirë historike. Që në kohën e rilindjes kombëtare, kur nisi projekti i Shqipërisë së pavarur, ndërtimi i një shteti funksional u pa i lidhur ngushtë me krijimin e Bankës Kombëtare. Sami Frashëri në Shqipëria çka qen, ç'është e çdo të bëhet, shkruante: Një bankë kombëtarishte do ngritur që në krye të herës në Shqipëri. Banka do të ketë në çdo krahinë degët e saj. Interesant është që ai ka zgjedhur jo modelin angles, jo sterlinën, jo lirën turke, por unionin latin. Dhe në unionin latin në atë kohë bënjën pjesë shtetet perëndimore të mëdha, Austria, Franca, Italia dhe të tjera pasaj më vonë. Domethënë këtë ka zgjedhur Sami Frashëri që në krye të herës. Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme. Qeveria e Vlorës e pati detyrë parësore ngritjen e Bankës Kombëtare. Nuk janë më tashmë 4 vilajetet, do të jenë vetëm 4 copat më të dobta të këtyre 4 vilajeteve të mrekullueshme që do t'i takojnë shtetit të ri shqiptar. Në këto kushte ka një përpjekje të madhe për të gjetur një burim financiar prej nga do të rritë pasaj e gjithë veprimtaria e qeverisë përkohshme të kryesuar nga Ismail Qemal Bej Vlora. Një nga ato kushtet e pa deklaruara të Austro-Hungarisë dhe Italisë, kur mbështetën pavarësinë dhe krijimin e shtetit shqiptar, ishte edhe marrja në kontroll, pra një lloj protektorati politik dhe ekonomik pas krijimit të shteti. Dhe që në fillim, Austro-Hungaria dhe Italinë i imponuan shtetit shqiptar krijimin një banke me kapital austro-hungarist. Ismail Qemali u përpoq të rezistonte presionit austro-hungarist dhe italian për krijimin e bankës me kapital të këtyre shteteve. Madje ai ka një bisedë me ministrin e jashtëm të Italisë, Soninon, kur ishte në Rom, ku në bisedën sipër u përpoq që t'i shpjegonte ose argumentonte ministri italian që ne lindorët i thotë kemi parë një burr të martuar me 2-3 gra, por nuk kemi parë një grua, pra duke nënkuptuar bankën shqiptare të martuar me 2-3 burra. Dhe Ismail Qemali thoshte që duke i lënë të dyja këto, duke u dhënë bankën të dyjave, atëherë asnjëra nuk do linte tjetër që t'i ngulte thonjt thellë në ekonominë e Shqipërisë sot Ismail Qemali. Dhe kjo është një zgjidhje shumë e menduar, shumë e mirë për atë kohë. Më 2 tetor 1913, qeveria e Vlorës miratoi koncesionin me afat 60 vjeçar. Më 4 tetor 1913, marrëveshja u firmos nga palët. Në emër të qeverisë shqiptare firmosën kryeministri dhe ministrat. Në anën tjetër, nënshkruan Karol Pitner e Oskar Polak për Wiener Bank me seli në Vjenë dhe Pietro Fenolino e Guido Ansbacher për Banka Komerciale Italiana me seli në Milano. Marrëveshja mori vlerë të plot ligjore më 3 dhjetor 1913 pas publikimit në gazetën Për lindja e Shqipënisë, organi zyrtar i qeverisë së Vlorës. E them me lavdurim se puna e Bankës për Shqipëri është një i dytë i fitim pas lirisë edhe nga pikpamja ekonomike edhe politike. Vlerësonte Ismail Qemali. Por edhe pse Ismail Qemali krijimin e bankës e quajti çlirimi i dytë i vendit, ajo pothuajse nuk funksionoi. Më 22 janar 1914, Ismail Qemali dha dorëheqjen dhe ja la qeverisjen Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Lëvizjet e mëdha gjeopolitike e ndikuan edhe fatin e Bankës së Shqipërisë. Ajo mbeti penge mosmarrëveshjeve të fuqive të mëdha, derisa shpërthimi i luftës së parë botërore e bëri krejt të pamundur ekzistencën e saj.
Në vitin 1920, pas Kongresit të Lushnjës, nisi një etapë e re shtetformuese. Më 13 tetor 1920, në parlament përmendet për herë të parë Banka e Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Mehmet Konica shprehej: Për të hedhur themelet e shtetit kemi nevojë të sjellim organizatora të huaj në të gjithë degët e administratës dhe ta bëjmë monedhën tonë, do me thënë të krijojmë një bankë të shtetit, kështu që do të mund të gjejmë një huat të jashtme. Në Shqipëri ka mjaft flori i cili mund të merret si bazë për formimin e një bankës së shtetit. Këto fjalë janë një program në për të cilin do të kalohet në vitet në vijim. Në nëntor të 1920-s, qeveria nis përpjekjet. Ministrat Teft Surani, Spiro Koleka dhe deputeti Qazim Kokoshi nisen për Itali në kërkim të mundësive për krijimin e bankës. Sipas asaj që thot në parlament Medi Frashëri, ministri Surani qëndroi 6 muaj me mision në Rom. Pas përfundimit të luftës Vlorës, italianët u tërhoqën, është vërtet që u tërhoqën ushtarakisht nga Shqipëria, por u përpoqën që të rrisin ndikimin politik, financiar dhe diplomatik në Shqipëri. Dhe në këtë kuadër shihej edhe hapja e një banke italiane në Shqipëri, ose Shtrirja Kapitale Italian drejt Shqipërisë. Italia që dera e parë ku shqiptarët trokitën, por jo e vetmja. Britania e Madhe shprehu interes, sidomos pas zbulimit të naftës në Vlorë. Në mars të vitit 1920, në Shqipëri mbërriti Harry Ayres. Ai bëri të qartë klasës politike në Tiranë se Britania e Madhe siguronte pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve, nëse qeveria shqiptare i jepte koncesionin e naftës për kompaninë Anglo-Persian Oil. Qeveria e pranoi ofertën. Në pranverë të vitit 1920, vjen në Shqipëri edhe Harold William Temperley, atashe ushtarak britanik në Beograd. Kësaj radhe që qeveria shqiptare që i kërkoi atij të ndërhynte për nxitjen e ndonjë banke britanike që të operonte në Shqipëri. Më tetor të vitit 1920, qeveria kërkoi antarësimin në lidhjen e kombeve. Me mbështetjen britanike, kërkesa u miratua më 17 dhjetor 1920. Me pranimin në lidhjen e kombeve, betejë për krijimin e bankës kombëtare mori karakter mëzyrtar. Interesi fuqive të mëdha sa vinte dhe shtohej. Në janar të vitit 1921, Britania e Madhe e emëroi Ayresin përfaqësues të mbretërisë së saj në Shqipëri. Ky akt pati një komponent të spikatur ekonomik, pasi menjëherë erdhën kërkesat britanike për koncesionet e naftës dhe duhanit. Pas shoqërisë së duhaneve, ishte edhe projekti për bankën. Lidhja e kombeve u përgjigj pastaj flak për flak për të marrë me problemet e bankës në Shqipëri. Dhe këtu pastaj fillojnë kompromise, apo që të quhet ndryshe prapaskena, po çdo prapaskenë çon në një kompromis. Dhe këtu filluan kompromiset pastaj për të krijuar bankën. Në mars 1921, Shqipërinë e vizitoi Justine Godard, deputeti i parlamentit francez. Vizita bëri shumë bujë dhe qartësisht ajo kishte edhe prapavi ekonomike. Në ditarin e tij, Godard shkruan: Për bankën ka patur disa propozime të paqarta nga një bankë italiane, Banca Disconto, Dega Koloniale, ndërsa për ndonjë kompani tonën do ta diskutojmë çështjen në Paris. Më 29 qershor 1921, në parlament diskutohet kërkesa e kompanisë britanike për monopolin e duhaneve. Ministri i Financave Teft Surani u deklarua kundër. Unë dëshiroj të jetë një shoqëni krejt shqiptare. Medi Frashëri kujton një fakt domethënës. Ndërmjetësimi i kësaj shoqërie për gjetjen e 2 milionave ka shumë rëndësi për ne. Ministri Surani i paraqiti parlamentit përpjekjet e deri atëhershme për krijimin e bankës. Pas refuzimit italian, ai kishte marrë një propozim për të krijuar bankën nga Pjetër Daragjati. Palët nuk kishin rënë dakord, sepse ai kërkoi që banka të kishte emrin e tij dhe të garantojë me koncesionet. Në vijim, Surani thot: Tani kemi shoqëninë ingleze që ka kërkuar koncesionin e duhanit, e cila na ka paraqit një projekt. E para kërkon që banka të jetë në emër të shoqënisë ingleze e jo shqiptare. E dyta, nuk kërkojnë preferencën e koncesioneve, por eksklusivitetin. Unë këtë e refuzova krejt. Ka një përpjekje për të patur, po themi, një mbështetje të bankave të huaja që të fillonin të arimëkëmin të ngrinin.
Ktu duhet thënë që nuk është se këtu nuk kishte burime financiare, por njerëzit në një pasiguri, pa qëndrueshmëri, po themi politike dhe ekonomike, e ruanin. Edhe shpreha e famshme e shqiptarit është parja e bardhë për ditë të zezë. Në vijim, nga korriku deri në dhjetor të vitit 1921, vendi kaloi në krizë politike. Në 3 muaj u ndërruan 4 qeveri. Askush nuk foli për bankën, ndonse edhe ajo mund të ketë qenë shkak i këtyre mosmarrveshjeve. Më 13 shkurt të vitit 1922, në parlament u shtrua çështja e krijimit të monedhës kombëtare. Para deputetëve u lexuan 3 projektet e paraqitura nga shumica e Komisionit Parlamentar të Financave, nga pakica e Komisionit dhe nga qeveria. Sipas projektit të shumicës së Komisionit Financave, paraja shqiptare do të quhej lek. Projekti i pakicës parashikte që monedha kombëtare të quhej skënder. Në atë projekt thuhej specifikisht se me të mbledhur 2 milion skënder ar, qeveria detyrohet të themelojë bankën kombëtare. Ministri i Financave Kol Thaçi sqaronte. Paresja kemi vua emrin lek, e ky projekt që kemi paraqit, e kemi gjetun të përgatitun, por ka pasken për pare nikel, por na e kemi pa ma të arsyeshme, ma të lehtë me i pre me letër. Deputeti Shefqet Daiu propozoi që monedha kombëtare të quhej shqipe. Kryetari i parlamentit e hodhi propozimin në votim dhe me 25 vota pro, paraja shqiptare nga ajo kohë e deri më sot quhet lek. Pyetjes së Bari Omarit, nga u muar fjala lek, kryeministri Xhafer Ypi i përgjigjej: është marrë nga lek Dukagjini. Ndërkohë, në raportin e të dërguarit të lidhjes së kombeve thuhet se emërtimi lek është emri i krishterit Skënderbeut. Në bashkërendim me lidhjen e kombeve, qeveria shqiptare ra dakord që për sektorët kryesor të pajtonte ekspert të huaj. Më 12 maj 1922, lidhja e kombeve miratoi dërgimin e ekspertëve në Shqipëri. Për financat, para ardhjes së organizatorit, u vendos që një profesor me përvojë ta shikonte situatën në vend dhe të bënte një raport. Për këtë u zgjodh profesor Albert Kalme, ekonomist dhe historian nga Luksemburgu. Ai mbërriti në Tiranë në korrik të vitit 1922. Për fakt, ka ardhur një profesor shumë i mirë, i pavarur, kompetent, i aftë në të gjitha drejtimet. Dhe ai ka studiuar financat shqiptare, është bindur që kanë qenë mundësit që shteti shqiptar të kishte një bankë dhe të kishte një bankë shumë të fortë. Dhe mbi të gjitha më ka bërë përshtypje konstatimi që ai nuk pranon fqinjet. Pra, e mendon bankën jashtë politike, sepse ishte i sigurt që banka është politika. Madje Kalmesi, duke marrë në konsiderat rezervat e arit që kishin shqiptarët në shtëpia, i dha idenë lidhjes së kombëve, i propozoi që në Shqipëri të krijojë një bankë me kapital të huaj edhe shqiptar. Pra edhe shqiptarët ishin kontributin e tyre, ishin aksionerë. Pas këtij rekomandimi, nisi kërkimi për aksionerët e huaj. E para që u ofrua ishte një bankë belge. Pak më vonë, edhe një grup financiar francez. Të dyja kërkesat u dërguan në lidhjen e kombeve. Kreu i parlamentit, Eshrep Frashëri dhe ministri i financave Kol Thaçi ndërmorën një udhëtim nga Roma në Paris e mëtej në Bruksel. Ata u njohën me propozimin belg të bërë nga Banka e Brabantit. Në maj të vitit 1922, nga Parisi erdhi në një tjetër vizitë në Shqipëri Justin Godard. Në ditarin e vizitës ai shkruan: Banka që kanë propozuar belgët është një model shfrytëzimi dhe një orvatje e madhe spekullimi. Projekti belg nga ana tjetër pati edhe kundërshtar të tjerë. Medi Frashëri shkruante: Kur analizova projektin, kuptova se Banka de Brabant me arin ton do të formonte bankën dhe me fitimin trefish të kartmonedhës do të na bënte debitor. Më 14 shtator 1922, Fannoli tha në parlament se mendimet e guvernës për të marrë një hua të jashtme me anën e Bankës së Brabantit vanë më kot e mbaruen me një turp.
një kapitull i ri përpjekjesh u hap në vitin 1923. Në 17 mars të 1923-shit, kreu i qeverisë, Ahmet Zogu, njoftoi parlamentin se lidhja e kombeve miratoi sjelljen e një eksperti financiar nga Holanda. Luiz Gurakuqi do të reagonte. Gëzohem të ndigjuar nga kryeministri se organizatori i financave do të jetë një holandes, një far hunger. Nga brenda vendit vjonin përpjekjet për krijimin e bankës. Më 28 mars 1923 rikthehet në parlament projekt ligji për shtypjen e kartmonedhave dhe krijimin e bankës kombëtare. Sipas projektit, me rezervën metalike të mbledhur prej daljes në qarkullim të kartmonedhës, krijohet Banka Kombëtare e Shqipnisë. Deputeti Ali Këlcyra pyeti se ku ndryshon projekti nga ai që ishte miratuar një vit më parë. Shpjegimi që u dha ishte se projekti i ri abrogon ligjin e mëparshëm, po vetëm me qëllim që të mbledh flori për formimin e një banke. Medi Frashëri nga ana tjetër propozoi që të mos prodhohej kartmonedhë, por të nxirreshin monedha shqiptare në ar, argjend e nikel. Kjo ide nuk u pranua sepse kërkonte shumë shpenzime. Asnjëri nga projektet e propozuara nuk u miratua, por kjo nuk i ndaloi përpjekjet vendase për të krijuar një bankë shqiptare. Sipas studiosëve tanë, nisma të tilla u ndërmorën në disa qytete të Shqipërisë, si në Korçë, Shkodër e Durrës. Lind pyetja: a mund ta bënin shqiptarët bankën vet? Është një pyetje e madhe. Një pyetje shumë e rëndësishme. Një pyetje që mund të ketë ekzistuar edhe më përpara, edhe pas krijimit të bankës, edhe sot. Dhe lidhet me shtetet mbase edhe më të mëdha se Shqipëria. A mund ta krijonin vetë bankën shqiptarët? A mund ta krijonte vetë bankën Turqia? Pse Turqia e bëri me kapital franko-angles? Ishte perëndori, nuk e bëri dot. A mund ta bënte Shqipëria? Nuk e di. Nuk e di. Po përshtypja ime është që kushtet, mundësitë kanë qenë shumë të pakta. Nëse shikojmë sot nga ana objektive, kjo ishte krejtësisht e pamundur, edhe për shkak të stafit ose të kuadrit specializuar që kërkon krijimin e një banke, plus infrastrukturës. Pra ne kishim pamundur, ndoshta mund të kishim një përqindje aksionesh në këtë bankë, por që shqiptarët ta krijonin një bankë nga e para me kontributin e tyre financiar, pra të ishin 100% zotrues të kësaj banke, për mendimin tim, parë nga sot, ishte diçka e pamundur. Pas nënshkrimit të kontratës në lidhjen e kombeve në fund të majit 1923, në Tiranë mbërriti organizatori për financat Jan Dokes Hunger. Marrëveshja parashikonte që ai të shërbente pranë qeverisë shqiptare për 5 vjet, me pagë vjetore 50.000 franga ari. Detyra e tij ishte raportimi në lidhjen e kombeve për financat e Shqipërisë çdo 3 muaj. Punën në Tiranë, Hunger e nisi me hartimin e projektit për Bankën e Shqipërisë dhe gjithçka u bë gati në pak muaj. Në shtator të vitit 1923, Hungeri dorëzoi në lidhjen e kombeve draftin e projektit për bankën. Si bazë ishte marrë akti themelues i Bankës së Marokut. Aty përcaktohej që banka të ishte një institucion privat i ngritur me pëlqimin e qeverisë, me kapital 5 milion franga ari, ku pjesa më e madhe të cilit do të paguhej nga aksionerët e huaj. Komiteti Financiar i Lidhjes së Kombeve, projektin e Hungerit, e ktheu në një marrëveshje për themelimin e bankës, e cila duhej ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar. Sipas atij akti, bërthama e bankës përbëhej nga kapitali britanik, francez e italian, me kuota respektive nga 25%. Pjesa tjetër mbetej për aksioner më të vegjël, përfshirë dhe ata shqiptar. Në tetor të vitit 1923, Hunger, me një letër për kryeministrin Zogu, propozoi që të shkruhej një qarkore prefekturave e bashkive për t'i pyetur se sa persona mund të merrnin aksione nga banka. Ministria e Brendshme nxori qarkoren dhe e dërgoi në prefektura më 29 tetor të vitit 1923. Kreu i Komisionit Financiar të Lidhjes së Kombeve, Albert Jansen, njëkohësisht edhe drejtori Bank National de Belgjik, nënkryetari i komisionit italiani Mario Alberti, njëkohësisht drejtori i Bankës Credito Italiano dhe antari tjetër i komisionit Marcus Wallenberg, drejtuesi Stockholm Enskilda Bank, u angazhuan direkt që të pajtonin interesat e grupeve të ndryshme financiare për krijimin e bankës shqiptare.
Pjesë e përpjekjeve ishte edhe organizatori hungar, i cili paralel koordinonte punët dhe njoftonte për zhvillimet nga Shqipëria. Në janar të vitit 1924, këshilltari hungar i shkruante Lidhjes së Kombeve se situata financiare në Shqipëri ishte e rëndë. Në këtë situatë financiare të pafavorshme, mungesa e bankës ndihet dyfish. Por nga ana tjetër, gjërat po lëviznin. Në raportin e tij të 16 shkurtit 1924, hungar shkruante: Ne tashmë kemi arritur të garantojmë nga 3 shtete të ndryshme premtimin për pjesëmarrje deri në masën 55%. Përpjekje u bën për të garantuar pjesëmarrjen e shteteve të tjera, madje edhe Shqipëria vetë mund të marrë pjesë kundrejt një shume të caktuar. Pak javë më pas, hungar do të njoftonte: Sa i përket themelimit të bankës emetuese, zoti Jansen dhe zoti Alberti, antar të Komitetit Financiar të Lidhjes së Kombeve, thuajse ja kanë dalë ta përmbushin objektivin. Paralel me përpjekjet në lidhjet e kombeve, ishin edhe partnerë të tjerë privat në garë. Në fillim të vitit 1924, Midland Bank nga Britania e Madhe ofrohet për të krijuar një bank në Shqipëri me kapital 500.000 pound. Kur dukej se puna po merrte zgjidhje, ndodhin 2 të papritura fatale. E para më 23 shkurt 1924, ku kryeministri Ahmet Zogu u qellua brenda parlamentit. 2 ditë më pas, qeveria dha dorëheqjen. E papritura e dytë ishte se ministri i jashtëm Pandeli Evangjeli njoftoi organizatorin e financave hungar se do të ndërpritej kontrata me të. Gjatë qëndrimit në Tiranë, ai u akuzua disa herë se ishte në shërbim të britanikëve, me argumentin se puna e tij nuk pati rezultat dhe se paga e tij ishte e papërballueshme nga buxheti. Në 1 mars të vitit 1924, pas kërkesës urgjente të deputetit Pater Ambroz Marlaskaj, parlamenti miratoi largimin e organizatorit të financave. Më 7 mars 1924, hungar u largua nga Shqipëria. Në Gjenevë, më 27 mars 1924, kryetari i Komitetit Financiar, Jansen, në një letër drejtuar Mario Albertit, e njoftoi se lidhja e kombeve u tërhoq nga themelimi i bankës, duke lënë atë në varësi të vullnetit të qeverisë shqiptare. Siç duket edhe nga letra, italianët e kishin marrë përparësinë. Kanë anuar ndaj Italisë në atë që Italia me shpresë se do ta bënte, do na jepte një dorë. Edhe vazhdojnë të jenë të tillë për krahas të idesë që Italia mund të jetë fuqia europiane që ne do të na ndihmojë. Në vend, tensioni politik kapi majat. Në maj të vitit 1924 u vra Avni Rustemi, ndërkohë vendi mbeti pa parlament deri në fillim të vitit 1925. Është koha kur planet për koncesionin e Bankës së Shqipërisë u vendosën në Rom. Legata italiane në Durrës sugjeronte që Mario Alberti të vizitonte Tiranën. Njëkohësisht britanikët trokitën përsëri. Në mes të dhjetorit të vitit 1924, ata i parashtruan qeverisë së Nolit, nëpërmjet Mehmet Konicës, projektin e tyre. Studiuesi John Kamsi shkruan: Në fjalimin që Luigi Gurakuqi, ministri i financave, i mbajti më 9 dhjetuar 1924 odës së tregtisë së Shkodrës, ndër të tjera tha: Jemi në marrëveshje me një grup financiar anglez për themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe njëherë të Korporatës për Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë. Në mes të dhjetorit 1924, mbërrin në Shqipëri 3 bankierë britanik që nisin bisedime të drejtpërdrejta me qeverinë, por politika ndërhyn përsëri. Në janar, në pushtet rikthehet Ahmet Zogu. 3 muajt në vijim shënuan fundin e përpjekjeve disa vjeçare për një bankë shqiptare. Deri atëherë kishin rivalizuar më shumë se 10 projekte dhe ide të ndryshme. Parlamenti nisi punimet në shkurt të vitit 1925. Në pak ditë u miratuan koncesioni i naftës për britanikët dhe ai i shërbimit ajror. Më 25 shkurt të vitit 1925, ambasadori britanik Ayres ndërmjetëson me qeverinë shqiptare për krijimin e bankës dhe dhënien e një huaje. Ndërkohë në këtë periudhë kishte edhe figura
të rëndësishme politike dhe diplomatike të kohës, siç ishte Mehmet Konica, i cili ishte ministër në Britaninë e Madhe, pra i vëllai Fejkonicës, i cili kontaktoi me disa grupe financiare britanike për të hapur një bankë britanike në Shqipëri. Dhe gjëja më e mirë faktikisht në këtë periudhë do ishte që të hapë një bankë britanike, për arsye se Britania e Madhe në radhë parë kishte mbështetur antarësimin e Shqipërisë në lindjen e kombeve në dhjetor të vitit 1920. Por pala britanike u tërhoq në mënyrë të befasishme. Po në atë kohë, në skenë ridoli banka serbo-shqiptare krijuar 3 vjet më parë nga vëllezërit Zuber. Në shkurt 1925, autoritetet lejuan hapjen e degës së saj në Shkodër. Në Rom, vëllezërit Libohova, në emër të qeverisë shqiptare, pas negociatave të nisura kohë më parë, ishin pranë marrëveshjes së shumë kërkuar. Më 15 mars 1925, qeveria shqiptare shpalli publikisht se me italianët u firmos një marrëveshje e dyfisht për krijimin e bankës dhe marrjen e një kredie të madhe për punët publike. Zhvillimet monetare në Shqipëri po hynin në një epokë të re. Pati debate dhe diskutime të forta politike për krijimin e Bankës Shqipnisë, Bankës Shtetit Shqiptar në atë kohë, natyrisht që kishte interese mjaft të mëdha nga kombe të mëdha, siç ishin anglezët, italianët, francezët, të cilët për të përfituar nga burimet natyrore të Shqipërisë, po sikurse edhe nga përfitimet që ka emisioni i kartmonedhës, kishin interes që të kishin kontrollin e tyre dhe të ishin faktor kryesor në themelimin e Bankës së Shqipnisë në atë kohë.